Neve emigrantëve na jep një shpresë që të kthehemi jetë në vendin tonë. Suksese dhe të mëtejshme. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Do dikush tjetër të flas apo t'ja kaloj Agronit? Ore, edhe këtu e doni Agronin më shumë se unë? Mos. Atëherë, po e kaloj fjalën Agronit, duke ju falendruar shumë juve, kushdo që ka pyetje në fund, jemi këtu për t'u përgjigjur, okay? Shumë faleminderit. Faleminderit. Barbara ti mos u mërzit sepse kanë nga mikpritja, se ty të quajnë të shtëpisë, prandaj i tha dhe që duan mua, se në fakt ty duan. Ty të doj gjithë Shqipëria, Barbara. Jo vetëm, apo së shumë. Mi mbrëma të gjithë dhe shumë faleminderit që keni ardhur. Është një kënaqësi të jem këtu sot, se në fakt unë para 2 ditësh, të martën, jo të hënën, kur ishte, mendoja se ishte takimi i fundit në Tiranë, por në fakt takimi i fundit në Tiranë është ky. Sepse Barbara nguli këmbë që ne të bënim takimin këtu në Paskuqan, që mos ta mbyllim fushatën elektorale pa bërë një takim këtu. Sepse më tha Agroni, jam shumë i lidhur, kemi shumë mbështetës dhe nuk do ishte mirë që mos të shkonim edhe në Paskuqan të bënim takimin. Dhe unë jam i lumtur në fakt që ngulëm këmbë edhe po e mbyllim fushatën elektorale në Tiranë këtu në Paskuqan, por mos harroni, nesër, po e filloj nga kjo se shumë e rëndësishme, nesër te Pallati i Kongreseve, në orën 6:30 kemi mbylljen e fushatës elektorale, mbylljen e fushatës kombëtare. U ftoj gjithëve që të vini. Unë dua të filloj në fakt të lidhem me atë që tha zotëria, me bashkimin. Jo, bashkimin, jo si emër, po bashkimin që thoshte bashkimi. Tani, shikoni, të gjithë do kishim dashur që të bëheshim bashkë, se sigurisht bashkë e më shumë mundësi se sa të ndarë. Por koha ka treguar që ne nuk jemi dhe aq të ngjashëm sa dukemi. Ne mund dukemi të gjithë të rinj, por ne jemi jashtëzakonisht shumë ndryshe. Dhe vetëm në këtë 3 muaj, të gjithë kanë parë mundësinë të shohin se sa ndryshe jemi. Dhe për ditë po e kuptojnë qytetarët shqiptar që të jesh i ri nuk mjafton të jesh i ri në moshë. Të jesh i ri do thot të jesh i ri, do thot të jesh ndryshe nga partitë e vjetra politike. Dhe kjo na dallon nga të gjithë të tjerët. Por të kishim ne si synim kryesor, thjesht të maksimizonim rezultatin në zgjedhjet e ardhshme, po më sigurisht do kishim zgjedhur bashkimin. S'ka asnjë dyshim mbi këtë gjë. Por ky që ne kemi marrë është një projekt politik afatgjatë. Ne nuk shohim vetëm zgjedhjet e ardhshme, por shohim përtej zgjedhjet e ardhshme. Dhe ne jemi të vetëdijshëm që sidomos gjërat me vlerë nuk ka arrijen kollaj, nuk ka arrijen nëpërmjet rrugës së shkurtër, duke bërë atë që të gjithë presin, pazarin. Hajde se bëjmë bashkë varja ndryshimeve, dallimeve. E rëndësishme është që sa më shpejt të marrim sa më shumë deputet. Nuk është ky vizioni ynë. Ne vim nga puna. Ne e dim shumë mirë që çdo gjë arrihet me punë, me sakrificë, por sidomos me këmbgulje, duke qëndruar besnik parimeve tona dhe vizionin ton. Dhe kjo na dallon nga të gjithë të tjerët. Dije, nëse më keni ndjekur te Euronewsi, në një diskutim që pata me një gazetar, analist, dhe unë mendoj që ai zotëria është një nga më të saktët që kemi, nuk janë të shumt. Dhe më tha, Agron tha, po ti je i vetmi që nuk zgjedh, ose ju jeni të vetmit që nuk keni zgjedhur rrugën e populizmit, duke ju premtuar njerëzve qiqran e ellë, duke u thënë që ne jemi të vetëdijshëm në gjendjen ku ndodhet Shqipëria, dhe jemi të vetëdijshëm që Shqipëria të bëhet një vend më i mirë, duhet punë, dhe që zgjidhjet nuk vijnë nëpërmjet premtimeve, do rris rrogën, do rris pensionet, do rris subvencionet,
por duke u shpjeguar shqiptarëve se si do rriten të ardhurat e shtetit që të mundsojnë pikërisht këto përfitime. Dhe kjo na ndallon nga të gjithë të tjerët, sepse ne vim nga puna, ne vim nga punë e ndershme, ne e dim ç'a do thot që të punosh dhe t'ja dalësh. Ne e dim që parat nuk bien nga qielli, por fitojnë me punë dhe me sakrificë. Të gjitha partitë e tjera bëjnë vetëm një gjë. Thonë, bëjnë listën me kujt do t'japim parat. Do t'japim kaq mjekëve, kaq infermierëve, kaq fermerëve, kaq pensionistëve, por nuk thonë kujt do t'ja marrin këto para. Se parat nuk bien nga qielli. Parat do ja marrësh qytetarëve. Se ç'a do bësh? Nuk mund të printosh para. Kështu që këtu qëndron ndryshimi midis asaj që ne premtojmë, vizionit ton dhe populizmit dhe mashtrimit të gjithë të tjerëve. Ne jemi të vetmit që themi Shqipëria ka për të bërë një vend i pasur nëse ekonomia rritet. Dhe nëse ekonomia rritet vetëm nëse ne i lëm qytetarët të punojnë, t'ja dalin me punë të ndershme në vendin e tyre, në Shqipëri. Tani dua të flas me ju për diçka më konkrete, më të prekshme, sepse po i dëgjoj, ne jemi sa ditë, 3 ditë para zgjedhjeve? Sot shtejnë, të premte, të shtunë e diel. Dhe tani ka ardhur momenti të folur për votën. Dëgjojmë lloj mashtrimesh. Mashtrimi i fundit që më tha dikush që më ndaloi, më tha Agron, tha, është e vërtet që nëse votojmë për një parti të re, se unë duhet votoj për Partinë Mundësia, vota Partinë Mundësia shkon te Rama? Dhe unë u habita, them vërtetën. Si thash unë, më fal, si funksionon kjo gjëja, se si mund të vësh X-in te Partia Mundësia dhe ato të numërojnë për Ramën, si ndodh kjo? Si ndodh? Po besoj se këtë budallëk e keni dëgjuar të gjithë, apo jo? Është e vërtet apo jo? Me gënjeshtra, ta mendojnë se njerëzit janë budallënj. Si mund të shkojë vota për mundësin, të shënon X-in për mundësin dhe të shkojë te Rama? Si ndodh kjo gjë? Duhet ta shpjegojnë. Si ndodh? Imagjinoni si gënjejnë njerëzit. Dhe pse e bëjnë këtë? Sepse nuk duan ndryshimin. Sepse duan të vazhdojnë të mbajnë pushtetin. Kur janë në pushtet, po dhe kur janë opozit. Duan t'i mbajnë njerëzit peng. Dhe i gënjejnë aptas. Po votove Partinë Mundësia, voto do vej tek Partia Socialiste. Qa budallëk është ky? Qa janë këto gënjeshtra? Janë thjesht mashtrime. Mashtrime që mos të ndryshoj asgjë, që të ndalojnë ndryshimin. Shumë e thjesht. Budallëku tjetër që dëgjoj është do na vjedhin votat. Po si do na vjedhin këto votat? Do vjedhin kutin, do marrin kutin, do ikin me vrap, do marrin votat e Partisë Mundësia, do fshin me gom X-in tek Partia Mundësia, do ta vënë te Partia Socialiste apo do ndonjë parti tjetër. Si vidhen votat? Si vidhen votat? Qa janë këto budallëqe? Si mund të gënjejnë në këtë farë mënyre? Nuk ka asnjë shans që votat e Partisë Mundësia të vidhen nga askush. Nuk ka diskutim. Janë thjesht gënjeshtra. Gënjeshtra. Do kemi, ne sot që flasim, kemi një listë me mbi 1000 mbështetës të Partisë Mundësia, që do jenë në çdo qendër numërimi, në çdo tavolinë numërimi. Nuk ka asnjë mundësi që vota e Partisë Mundësia të preket. Nëse ajo që duhet kuptojmë është pavarësisht se të gjithë jemi zhgënjur nga politika dhe kjo është arsyeja pse jemi këtu. Kjo është arsyeja pse kemi filluar, krijuam një parti politike, jo se kishim çat merreshim, jo se kishim ndonjë hall, por sepse na erdhin majtundës. Dhe kjo është arsyeja pse kemi krijuar partinë politike. Tani do thon lloj broshkullash. I keni dëgjuar, s'po i përsëris se s'kam se ti përsëris. E vërteta është që çfarë kemi bërë ne në këto
10 muaj, i ka shqetësuar të gjithë. I ka shqetësuar të gjithë. Dhe nuk kanë argumenta. Nuk kanë argumente, nuk kanë çfarë thonë. Pas i merrnin fjalët tona dhe i prisnin dhe i nxjerrin në rrjetet sociale. Tani kanë filluar me këto gënjeshtrat, me këto mashtrimet, por e vërteta është që janë shumë të shqetësuar. Në 10 muaj kaluam nga një grup shumë i vogël dhe tani jemi me 10 mira mbështetës të Partisë Mundësia. Sepse sipas sondazheve ne kemi me 100 mira vota. Dhe në datën 12 të hënën këtu do jemi. Do ta shikojmë. Dhe aty do shqetësohen me të vërtet. Aty do shqetësohen. Sepse për herë të parë në historinë e Shqipërisë, në historinë e demokracisë së Shqipërisë, një parti e re politike do hyjë në parlament, jo vetëm pa ndihmën e partive të mëdha, por duke i patur të gjithë kundër, të gjitha partitë politike, sidomos partitë e vjetra, kundër, pavarësisht gënjeshtrave, pavarësisht mashtrimeve, pavarësisht sulmeve, sot jemi këtu dhe nesër në parlament do kemi një grup deputetësh që do luftojnë për qytetarët e thjeshtë, për qytetarët e ndershëm, për qytetarët punëtor të këtij vendi. Nuk ka, më besoni, nuk ka vot më me vlerë se vota për Partinë Mundësia, sepse është e vetmja vot për një parti politike që përfaqëson realisht interesin e qytetarëve dhe jo interesin e oligarkëve apo interesin e një grup pushtetarëve. E vetmja vot me vlerë në zgjedhjet e ardhshme është vota për Partinë Mundësia. Të tjerat janë broshkulla. Kjo është e vërteta. Dhe nuk duhet dorëzohemi, nuk duhet i dëgjojmë vetëm përpara. Duhet të ecim vetëm përpara. Ky është fillimi. Do ta shikoni, do habiten zgjedhjet e ardhshme, po do habiten akoma më shumë kur ne të vazhdojmë dhe të ngulim këmbë. Kjo është e vërteta dhe prandaj jam të shqetësuar. Tani do të i dëgjojmë sipas zakonit. Doja të shtoja diçka, sepse përket shumë mirë pjesën e vëzhguesve. Nuk duhet të kenë absolutisht frikë, sepse nëse ju na jepni votën, ne do sigurohemi që ajo votë do lexohet për Partinë Mundësia. Unë po ju tregoj diçka çfarë kemi bërë në Tiranë, po dhe në gjithë Shqipërinë. Nëse në një qendër numërimi janë 7 tavolina dhe duhen 7 vëzhgues, ne kemi llogaritur që në atë qendër do jetë 3 fishi vëzhguesve për ne. Kudo ku na kërkojnë 7, ne çojmë 21. Vetëm në bashkinë Kamës ne kemi dorëzuar mbi 50 vëzhgues, që do të jenë aty nga momenti i parë e deri në fletën e fundit që do numërohet për Partinë Mundësia. Mos dëgjoni çfarë ju thon. Mos dëgjoni fjalët që vijnë nga Rama, sepse fjalët e tij nëse do kishin qenë të mira, ky vend do kishte ndryshuar. Nuk do kishte ngel këtu ku është. Fleta e votimit që do shkojë për Partinë Mundësia do jetë vota juaj më me vlerë, se do jetë votë për ndryshimin e Shqipërisë. Nuk ka një moment më të mirë se ky. Nuk ka një moment më të mirë se ky për të ardhmen tonë. Prandaj ju ftoj juve të gjithë, siç jeni sot këtu, po të gjithë miqve, familjarët tuaj, i ftoj që të votojnë për Partinë Mundësia, të votojnë për ndryshimin, të votojnë për njerëz që janë të punës, që i din hallet dhe problemet e tuaja, sepse siç ju i keni përjetuar, i kemi përjetuar dhe ne. Prandaj, mos u tremni për mbështetjen që do jepni Partisë Mundësia, sepse kjo mbështetje nuk do harrohet. Shumë faleminderit. Tani kush do nga ju që ka diçka për të thënë, se shikoj që edhe na janë bashkuar njerëz tjerë. Kush do nga ju që ka diçka për të thënë, është i lutur ta thot, edhe pse unë e shikoj që Agroni dha shumë përgjigje pa u pyetur akoma. Ka dikush diçka që do të thot? Është aty po. Mbrëma të gjithëve. Unë jam Anastas Bixhaku. Jam të ornitor, punoj akoma, nuk jam dorëzuar. Po shkoj rreth 80-ve dhe djalin e kam 53 vjeç. Por ajo që më bën përshtypje dhe që më ngrenë çik nga morali, është ai slogani që thotë për një Shqipëri ku ja del me punë. Tash që të marr shumë shembuj edhe nga djalë që na erdhi nga Gjermania dhe nga ata të breshas që un kam shumë nga ata që krijuan Partinë Demokratike në fillim në vitet 90.
Nese, u shgënjyë për shumë gjera, por ja ku jemi të fort, më të fort akoma. Ai slogani më jep shumë për të kuptuar, sepse do të marr një shembull nga familja ime. Për një Shqipëri ku ja del me punë, thot Agroni. Është e vërtet. Kur kam shkuar në Greqi në mars në Athenishit, i kisha të 4 djemë të vegjël dhe i mora me vete. Sot ata, të 4, secili ka nga 2 shtëpi, njëri ka 3. Kanë blerë dhe nga një shtëpi në plazh. Para një muaj gjysmë isha i shtruar në spitalin më të mirë të Athinës, sepse u hodhën djemë. Do shesim njëra nga shtëpi vetëm babaj të na shpëtoi. Dhe kalova me sukses, jam kthyer para 2 javësh dhe punoj akoma. Tani, unë drejtohem të gjithë njerëzve. Zojtë e Shqipës do kthehen. Të gjithë fëmijët tanë do vinë një ditë këtu. Por folen duhet ta ndërtojmë ne që jemi këtu. Dhe një besim i madh. Unë them se në orën 4:30 merja bukë, spesa dhe domate, ato që hajnë tek nëna në Shqipëri, ato merja dhe në Greqi. Dhe fëmijët shqiporosisja të merrin ushqimin që u përgatitë jema. Dhe duke ngrënë dhe duke punuar, ata janë ata që janë. Por ajo që i ka bërë më të fortë është sepse kanë fituar kulturën e punës, dashurinë për punën, që mendojnë në darkë, kanë 2 palë rroba ata. Kanë rroba e gjumi dhe rroba pune. Ata harrojnë të veshin një kostum. Ashtu dhe babai tyre, shikoni. Them se një fjalë e urtë e popullit ton thot një gjë. Më mirë sallata pe me mundit se buke mishe beut ka tundit. Unë them se njeriu duke punuar rinohet. Unë se quaj kur vetëm plak. Pse nuk e quaj? Sepse ndjehem akoma i fort, punoj. Të vetë me ngjë kur dole nga që zbrita nga aeroporti, nga aeroplani mendova, a do t'i ke muskuj si që kam pasur? Dhe ka një javë që unë i kam si që kisha. Punoj. Ju bëj thirrje gjithë të rinjve këtu. Duke parë gjithë të rinj kaq të bukur, gjithë ta djem kaq të rinj, që të gjithë shpresojnë paktën kaq zvimne, po të paktën të ishme 20 vjet më të rinj. Ju uroj të gjithë lumturi, mos u ndani kurrë nga slogani për një Shqipëri ku ja del vetëm me punë. Uroj Partinë Mundësia. Unë kisha një surprizë në kaluan takimin. Thash që nëse më zhvendën ajo fjalë, thash, do kemi surpriza. Surpriza është ajo që na tha zoti Agron. Që ne do kemi, jo ai deputet sa mendon të Agroni, po dhe vetë ai do zgënjehet, do ketë shumë, do zgënjehet, derisa them, do krijoj një besim më të madh. Do mendoj si ka mundësi që kam kaq shumë deputet se radhe. Do kesh dhe më shumë Agron. Po kur do të kesh? Ne dim që kemi një sfidë përpara. Unë kam quajtur Sali Berishën Sali Beleri. Kam pasur të drejtë, sepse e kam jetuar dhe vetë ai është prononcuar kundër atij Zagarit që na shitet që na vrap djemt në Peshkpi. Por ama do ndahet shafi nga sheqeri. Dhe kemi për të parë se me Partinë Mundësia do bashkohen të gjithë demokratë e vërtet që s'kan votuar kësaj radhe. Neve nuk e harrojmë atë thik që na shngulur mbrapa shpine. Ne nuk e harrojmë se ne u përplas me Partinë e Punës. Çunitimi futët thikën në veshka. Pse jati, me fjalë unë isha krijova seksion e parë të Partisë Demokratike në Librashte, në Prenjes. Por ama një gjë dua ta them. Jam krenar sepse luftova për një rrugë që ndjenja. Dhe tani luftoj për një rrugë që ndjej. Dhe kështu dua ta ndjen gjithë rinia. Nuk mund fitojmë me një herë. Me një herë s'bet asgjë. Me hapat nga dal do ja dalim. Por të sigurt. Kaq kisha. Ju uroj suksese të gjithëve. Shumë faleminderit. Në fakt është e drejtë ajo çfarë ju thatë. Ne për herë të parë po kuptojmë që ne po përfaqësojmë pikërisht ata që nuk janë përfaqësuar në këto 34 vite të paktën. Ata që nuk e kanë gjetur dot veten askund, ata ku nuk kanë besuar askund, ku s'kan pasur shpresë deri më sot, ne po përfaqësojmë pikërisht ata që duan një ndryshim vërtet. Edhe kjo është e vërteta. Është për te tashmë të majtës dhe të djathtës, është tek njerëzit që duan ndryshimin mes të rrez dhe të vjetrës. Dhe nuk ka dyshim që ne jemi e reja dhe e ardhmja, dhe këtë rrugë do vazhdojmë të ndjekim. Tani unë dua t'ja jap fjalën edhe Blerin Bitrit, që është koordinatori i Degës Kamës, të thotë ai 2 fjalë se ka bërë një punë fantastike. Ju lutem ta falenderojmë Blerimin me një duar trokitje të madhe. Faleminderit. Faleminderit të gjithëve. Me që më dha rasti, dua që sinqerisht të falenderoj pa mas për mbështetjen që ne kemi pasur dhe për
për punën e kryesisë të degës kamës që është bërë. Shumë faleminderit. Me që më dha rasti dhe mundësia, unë besoj që e kam bërë punën time deri diku, e kam bërë gjithë pasion sepse kështu e kam ndjerë. Po me patjetër që me mbështetjen që kam pas, më thonë kjo gjë më është bërë, kemi bërë një fushat të jashtëzakonshme. Gjej rastin që t'ju ftoj të gjithëve, që dhe ju të ftoni miqtë tuaj, që me datën 11 ne të bëjmë një gjë të jashtëzakonshme ku Partia Mundësia të jetë surpriza e këtyre zgjedhjeve. Shumë faleminderit për mbështetjen, edhe gjej rastin që të japim dhe një dorë nesër partisë, të tregojmë që me vërtet jemi të jashtëzakonshëm. Faleminderit. Shumë faleminderit Blerim. Faleminderit gjithë anëtarëve të kryesisë, ka drejt Blerimi që kanë bërë një punë fantastike. Edhe ditët që unë nuk kam qenë në terren, asnjëherë terreni nuk ka qenë bosh, për shkak të Blerim, po edhe gjithë kryesisë, Lonit, Angelos, Samirës, të gjithëve me radhë. Ju falenderoj për gjithë punën që keni bërë. Ka dikush pyetje tjetër? Shiko, është më mirë të bëni pyetje se ne nuk ikim nga këtu. Kështu që çfarë pyetje na Se ndyshë e merr fjalën e Raldi, ta dini. Raldi nuk ndalet. Ka pyetje tjetër? Okej, fjalën e ka Raldi. Vete kërkon. Hajde. E njihni Erald Kaprin, bashkë me lusin tjetër të partisë. Ma bët me hile. Se tani kur po vija këtu në Paskuqan, u kishe bërë ca kohë pa ardhur në fakt. Prindrit e mi e kanë shtëpinë akoma te zona e Don Boskos. Edhe kjo është një zonë që e kam njohur mirë. Kam shutitur, kam pasur goxha miq. Megjithatë fjala prindrit e mi e kanë akoma shtëpinë pa legalizuar, ashtu siç është shumica e zonës dhe këtu. Edhe këtë reflektim kisha kur po vija që kaluan 2-3 dekada dhe kanë ndryshuar shumë pak gjëra. Pra Paskuqani dhe Kamza bashk janë bashkia e 7 ose e 8 më e madhe e Shqipërisë, për potencialin madh ekonomik, me njerëz punëtor, por shumë gjëra kanë ngelur njësoj. Dhe arsyeja që kanë ngelur njësoj, ne dimë është se këtu ka qenë çdo gjë e kapur. Nuk kanë ekzistuar mundësitë. Të vetme gjë që duhet bënte qeveria këtu ishte tu legalizonte njerëzve shtëpitë. Këtë mund të bënte. Që t'u jepte atyre kapitalin e parë nuk e bëri. U thonë, si u thonë prap, do t'ja legalizojmë prap, jo po prisi edhe 4 vjet. E dini që kur nuk e bën se ka 20 vjet që ka nisur procesi i legalizimeve. Që në vitin 2004 kur bë ligji i parë, kanë kaluar mbi 20 vjet akoma shtëpit pa legalizuar dhe e dini që prap nuk do legalizohen. Gjithsesi, na keni vënë re të gjithëve, ajo që ne flasim është që ne duam të kryejmë mundësi njerëzve që me punën e vet, me krahët e tyre t'ia dalin të pasurojnë vet. Qeveria nuk zgjidh punë. Shembulli i legalizimeve është pikërisht kjo, për treguar që qeveria është problem. Njerëzit i kanë ndërtuar shtëpit, kanë bërë rrugë vet, qeveria nuk ka qenë asgjë. Përkundrazi e kanë pasur problem. Ndaj ka ardhur koha që të ndryshojë model, të sjellim në Shqipëri një model perëndimor, ku njerëzit ecin para vet dhe qeverinë e kanë në krah dhe nuk e kanë kurriz. Por kjo nuk vjen vet. E vetmja detyrë që kemi ne është e vota. Ka që kërkohet një qytetari, vota. Në qoftë se ne votojmë numri 10 në 11 maj, t'jeni të bindur që do kemi një ndryshim të madh. Kësa radhe do kemi një hap të madh duke u futur në parlament, duke qenë forcë e tretë dhe herën tjetër ne do jemi alternativë qeverisëse. Dhe do jetë një alternativë që do sfidoj të gjithë të tranzicion të gjatë, sepse e kemi mundësinë me Agronin për ta bërë këtë gjë, e kemi mundësinë për të parë në to 34 vjet. Apo jo, e kemi apo jo? Një porosi të fundit. Kaluan 4 vite. Dita e diel vlen sa për 4 vite. Nuk do presësh më shumë se gjysmore në qendër votimi. Shko voto, X-in të 10 dhe do keni një ndërqegje të pastër, sepse për të parë do votoni një forcë politike e cila është ndryshe nga të tjerat. E vetmja forcë politike që u thotë që ne do jemi në opozit, nuk shkojmë të bëjmë pazar me qeverinë. Të gjithë janë gati ku të bëjnë në koalicion, ku të zënë një post, ku të futen, ne jemi të vetme që themi do rim në opozit.
sepse ky vend ka nevojë për opozitë dhe ka nevojë që dal nga dal të kthehemi një alternativë qeverisëse. Më thoni kush ja u thot tjetër që ne do rrim në opozitë? Kush? Asnjëri. Apo jo, ashtu apo jo? Me gjithë presin të zënë një llok. Nuk kemi kështu pra. Besojmë kemi nisur rrugën më të vështirë, por rrugën më të drejtë, sepse duam të ndryshojmë Shqipërinë. Nuk ka rrugë tjetër. Kush u thotë të kundërtën, u gënjen. Ju falenderoj shumë. Fakteral na e kujtove vërtet shumë mirë me këtë gjë them, sepse edhe kjo është një zonë që edhe unë e njoh shumë mirë për shkak se gjithë familjarët e mirë janë këtu dhe po them diçka, gjithë këtë pasuri që ti e shikon vërdall, të gjithë këto shtëpiat, vilat, gjithë zhvillimi në këtë zonë është vetëm fal punës njerëzve këtu. Familjarët e tyre i kanë jashtë, kanë lënë familjet, kanë ndërtuar shtëpitë në Shqipëri. Po ndërkohë jetën nuk e kanë bërë dot këtu pikërisht se për shteti ka penguar. Se mundësi që mund të kishin gjetur fare mirë në Shqipëri i kanë gjetur në vendet e Bashkimit Evropian e në gjithë botën. Un kam vetë familjar të mi që po e shikoj këtu që kanë ardhur nga Italia e nga Gjermania që po e shikoj sonte. Të gjithë ta dish i kanë shtëpiat këtu të bosh, i kanë shtëpiat këtu bosh dhe vazhdojnë të punojnë e të jetojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Pse? A nuk janë punëtor këta të punojnë edhe në Shqipëri, t'ja dalin vendin e tyre? Po këtu nuk i lë vendi, nuk i lë shteti. Po, kjo gjë duhet ndryshoj dhe ky ndryshim duhet filloj tani. Për ju që e keni parë botën, për ju që keni jetuar jashtë, duhet ta dini më mirë se të gjithë se nuk i dilet ndryshe përveç se me punë. Dhe i dilet në një vend ku të lejohet të punosh. Prandaj ju ftoj të votoni Partinë Mundësia, të jepni një shans vetes ju që jeni jashtë, familjarëve tuaj që i keni jashtë, për ta ndërtuar jetën tuaj në Shqipëri, jetën e fëmijëve tuaj në Shqipëri, sepse nuk ka vend si Shqipëria. Shumë faleminderit. Ka dikush tjetër që do ta marrë fjalën? Agon. Faleminderit. Tani, dy lutje ose porosi si doni ju. E para, të dielën kemi në dorë fatin ton. Duhet të shkojmë të votojmë. Duhet të votojmë. Kjo është shumë e rëndësishme. Ne dhe miqtë tanë, duhet të shkojmë të votojmë, nuk duhet ta nëmvlerësojmë. Çdo vot është e rëndësishme. Çdo vot bën diferencën. Çdo vot është një mbështetje për ndryshim. Tjetra, kjo është për ata që janë votues të Partisë Mundësia. Po këtu në fakt, ju nuk jeni vetëm votues. Ju jeni mbështetës të Partisë Mundësia, ose si më pëlqen mua t'i quaj është ambasador të Partisë Mundësia. Lutja ime për ju është që përveç votës tuaj, unë do të doja që nga sot deri të dielën, të mendoni për dikë që është i lëkundur. Jo ata që i kemi kundërshtar, mos u merrni me kundërshtarët tanë, s'kemi kohë për kundërshtarët. Ata do kthehen vetë, ata kanë nevojë thjesht për më shumë kohë. Por ata që janë të lëkundur, identifikoni një të lëkundur, ose 2, ose 3, po filloni me 1, dhe jepini qëllim vetes, që nga sot deri të dielën, atë të lëkundrin, ta bindni të votoj për ndryshimin, të votoj për Partinë Mundësia. Kjo është ndihma më e madhe që ju mund të na jepni. Shumë faleminderit. Faleminderit, është vërtet një privilegj dhe një kënaqësi që të kemi mbështetjen tuaj dhe ju japim fjalën që ne do bëjmë gjithçka që gjithë kjo punë